Me gjas, keni harruar kur e keni parë Albin Kurtin si kryeministër të përballej në studio televizive për qeverisin e tij. Prej se është zgjedhur në krye të ekzekutivit për herë të dytë, Kurti ka shmangur përballjet televizive. Ai është parë kryesisht në intervista në televizione lokale me pyetje për tema krejt periferike. Kryeministri kur kem formë ja banisë herë fushatën, edhe një muj. Për mu s'kish pas kur farë probleme, po ma mirë është dilën me kryq tash. Me një rrugë dy punë. Ka shkuar edhe në RTK, ku sfidimi me pyetje mbi premtimet e tij të dikushme dhe gjendjen e vend ka lënë shumë për të dëshiruar. Kurti, që si opozitor nuk linte hapësirë pa shfrytzuar për ta shpërndarë diskursin e tij politik agresiv, tash është arratisur në hapësira ku ai e kontrollon narrativin. Shfaqet në takime e konferenca ku zhvillon monolog. Kjo ikje e Kurtit nga debatet televizive dhe intervistat që shkojnë në thelb të problemeve, përveç se është një strategji e tij për ta kontrolluar propagandën, tregon edhe një farë frike nga përballja me të vërtetën e qeverisjes së tij. Gjendja e rënduar ekonomike nga mungesa e investimeve kapitale serioze, hetimet dhe aktakuzat për korrupsion nga ministrat e tij, shëndetësia në situatë të rëndë me menaxhim kaotik e mungesë banash, energjia në kolaps që është bërë arenë përfitimesh për oligarkë serb, shpërngulja e popullatës në Evropë për një jetë më të mirë, janë vetëm disa nga temat nga të cilat Kurti ka ikur. Në vend të përgjigjeve për këto, ai ka zgjedhur tribunat me militant, prej nga shpërndan etiketa se kush është patriot e kush është bashkëpunëtor i Serbisë. Në një demokraci funksionale, udhëhecit e matin forcën e tyre përballë pyetjeve të vështira, jo para turmave të veta. Shmangja e debatit nuk e fshet gjendjen reale të qeverisjes, përkundrazi, vetëm sa e bën edhe më të dukshme.